Lulja e lakuriqit të zi. Lulja e lakuriqit të zi është një bimë befasuese që është vendase në rajonet tropikale të Azisë Juglindore, duke përfshirë Tajlandën, Malajzinë dhe Kinën Jugore, dhe është një specie miravjeçare që zhvillon lule që duken si një lakuriq nate në fluturim. Në habitatin e saj natyror, bima lulëzon në pyjet tropikale të shiut, ku përfiton nga kushtet e ngrohta dhe rrezet e diellit të shpërndara që filtron në përgjithë. Preferon toka të pasura, të drenuara mirë, të pasura me lëndë organike, e cila është pikërisht ajo që merr në dyshemen e pyllit, ku materiali bimor i kalbur siguron shumë lëndë ushqyese. Lulet pasi zhvillohen janë ngjyrë vjollc të errët në të zezë dhe kanë rritje të gjata si mustaqe që mund të shtrihen deri në 71 cm, duke dhënë pamjen e krahëve dhe mustaqeve të lakuriqit të natës. Kjo pamje e pazakontë nuk është vetëm për t'u treguar, luan një rol në aftësinë e bimës për t'u riprodhuar. Ngjyra e errët dhe forma e luleve tërheqin pjalmuesit që janë aktiv në kushte me dritë të ulët, siç janë disa lloje mizash dhe brumbujsh. Aftësia e tyre për të lulëzuar në pjesët me hije të pyjeve tropikale ka qenë vendimtare për mbijetesën e saj dhe në ekosistemet konkurruese të pyjeve tropikale të Azisë Juglindore ka kaq shumë bimë që konkurrojnë për dritë, saqë mund të jetë një faktor kufizues për rritjen e bimëve. Prandaj, gjethet e mëdha dhe jeshilet të errta të lules së zezë të lakuriqit janë zhvilluar për të kapur dhe përdorur dritën e kufizuar që depërton në mbulesën e pyllit, duke siguruar energji të mjaftueshme për bimën për të zhvilluar disa nga lulet më unike në çdo specie bimore.